Në Kosovë, Komisioni Parlamentar për Legjislacionin nuk i dha sot dritën jeshile e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Debatet pritet vazhdojnë të martën dhe qeveria e Kosovës është vënë në përpjekje për të siguruar një konsensus në shkallë të gjerë, me që ratifikimin në parlament kërkon 2/3 e deputetëve. Marrëveshja u siguron serbe në verimin e Kosovës një shkallë të lartë autonomisë, ndërsa fillimi i zbatimit të saj në terren është për përparimin e të dyja palëve në proceset e integrimeve evropiane. Nga Prishtina njofton korrespondenti i Zërit Amerikës, Besim Abazi. Zëvendës kryeministri i Kosovës Haridin Kuqi tha sot se deri me 1 shtator do të përmbyllet procesi shpërbërjes dhe transformimit të strukturave serbe të sigurisë dhe drejtësisë në veriun e banuar me shumicë serbe në Kosovë. Ai bëri këto komente gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Legjislacion mbi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Projekt ligji i miratuar nga qeveria tashmë është në duart e deputetëve bashkë me tekstin e marrëveshjes dhe planin e zbatimit të saj. Zoti Kuqi tha se Asociacioni i Komunave me shumicë serbe në veri do të krijohet pas zgjedhjeve për pushtetin lokal që pritet të mbahen deri në fund të këtij viti, ndërsa deri me 1 shtator do të përfundojë çdo veprimtari e gjykatave dhe prokurorive paralele serbe. Ai tha se pjesëtarët aktual të policisë së Kosovës nga radhat e komunitetit serb deri më 15 qershor do të deklarohen se nuk do të marrin paga të dy fishta edhe nga Kosova edhe nga Serbia. Struktura të tjera të sigurisë që po shtydimit MUP-it të tjerët, edhe kjo mbrojtja civile, të gjitha duhet të shpërben, dhe kjo është afati 15 korrik i këtij viti. Të gjitha ata që dëshirojnë të integrohen në strukturat tona të sigurisë, duhet kalojnë përmes procesit të verifikimit, duhet kalojnë përmes procesit të konkursit dhe duhet vetëm për numrin që ne kemi nevojë. Nuk kemi nevojë për 800 veta të mbrojtjes civile, nuk kemi nevojë për pjesëtarë të MUP-it sa mund të jenë 250-300, por kemi nevojë për një numër të limituar. Dhe ai numri i limituar, besoj, grupi punuesi i policisë e përcakton, por nuk është më shumë se 100-150. Deputetja nga radhë televizjes Vetëvendosja Elbulin Haxhiu tha se ratifikimi i kësaj marrëveshje do të hidhte themelet e autonomisë toksore dhe etnike serbe në Kosovë. Me këtë marrëveshje, si në aspektin e sigurisë, policisë, por edhe drejtësisë, po fillojnë qarjet e para të një sistemi shtetëror që sipas kushtetutës tonë definohet si unik dhe i pandashëm. Gjatë kësaj jave pritet vazhdimi i diskutimeve të grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit për zbatimin e marrëveshjes. Zyrtarët serbë thanë se parakusht për zbatimin e marrëveshjes është miratimi i ligjit për amnisti nga ana autoriteteve të Prishtinës. Zëvendës kryeministri Kuqi tha se ligji mbi amnistin, që është edhe pjesë e marrëveshjes, nuk ka të bëjë vetëm me veriun e Kosovës dhe pjesëtarët e strukturave serbe atje. Ne kemi menduar dhe mendojmë të amnistojnë vepra që bën kuvendi, po jo ato që ka vrarë herojt Kosovës, jo që ka vrarë policën zyrtar, jo që ai ka djeg pika doganore, jo, ne mund të amnistojmë dikën që ka qenë kryetar komune, po jo që ka vrarë njëri. Ne mund të amnistojmë dikën që ka mujtë me qenë administrator, po jo që ka djeg pika doganore. Në thonë ta kemi shumë të qartë dhe këtu nuk kemi nevojë asnjë dilem të avem. Marrëveshja që u arrit në mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi, Ivica Dačić, u siguron serbëve në veriun e Kosovës një shkallë të lartë autonomisë, veçanërisht në fushën e policisë dhe të gjyqësisë. Fillimi i zbatimit të saj në terren është kusht për përparimin e të dyja palëve në proceset e integrimeve evropiane. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.